e thash Asad se mu kujtua Lajlaja se sot ai shpalli opozit të vetë me Linda Ramen, edhe emroj dhe 2-3 tjerë Tom Doshin opozit të emruar, apo me përke pat se mora vesh mirë. Por tha që opozita ime thash Linda Rama. Diktatorët ngjasoj njëri me tjetrin, pra nuk ka detyrë, mbi çdo detyrë tjetër është dokumentimi. Me vërtetësi dhe dokumentat plota. Ne nisim një betejë të cilën ne do ta fitojmë. Ne do ta fitojmë sepse s'pari këto krime madhore elektorale janë krime të paralajmëruara dhe të denoncuara në rezoluta të fuqishme ndërkombëtare. Si asnjëherë më parë. Së dyti, duhet të përshëndes vëzhguesit ose Beodirit, Parlamenti Evropian dhe Këshillit e Europës për konstatimet e tyre madhore, me të cilat de facto këto zgjedhje rrëzohen, nuk qëndrojnë. Por tani është rradha jonë të dorëzojë, të faktuar të gjithë batërdinë elektorale të narkoregjimit në zgjedhjet e 11 majit. Me datën 16 fillon protesta. Për një sensibilizim të udhëheqësve europian që vinë në Shqipëri. Se ndodhen në një narkoshtet që nuk respekton asnjë rregull, asnjë parim të votës së lirë. Dhe kjo është jo se e themi ne, por se e thonë 4 rezoluta ndërkombëtare të partive që qeverisin botën.